Po miq, më në fund një lajm i mirë për PDK-n. Dada Roz dha dorëheqje. Tash e kemi një dështim më pak në qarkullim. Bye bye Dada Roz, ec tash të shtëpia, pusho, gjatë, lexojmë të një libër si bën udhëheqjet moderne, se partia miku em nuk është bonde dostave tu që ndojnë privilegje financiare, por është instrument i misionit publik. Ti ke qenë fatkeqësia më e madhe PDK-s. Ti ke qenë epoka që ka shënu mediokritetin në PDK dhe stagnimin strategjik të PDK-s. Dorëheqja jote në fakt është akti i parë racional pas një karriere me plot vendime iracionale. PDK me ty u pas shndrur një laborator të keq menaxhimit politik me një elitë të stërkonzumuar me dostat e tua analfabeta funksional që shifnin pushtetin si status social dhe jo si përgjegjësi ndaj qytetarëve. Fatkeqësisht, pasojat e udhëheqjes tonë primitive janë kogja të thella. Struktura e brendshme e partisë është kogja fragmentuar, degët si për shembull në Gjilan, në Kamenic, në Drenaz, Ravec dhe disa të tjera janë të përqara dhe janë të pa orientuara. Duhet punë shumë për me rregullu. Por çdo krizë është edhe mundësi e mirë. Tash udhëheqja e re derisa të kthehet Hashim Thaçi, Kadri Veseli, do ta ketë kurajën e rindërtimit të partisë, pa ndikimin e vendimarrjes të Dadës Roz dhe mbetjeve të ekipës së tij. Ky restrukturim i partisë duhet të vijë përmes një racionaliteti organizativ dhe dorën zemër duhet të bëhet shumë shpejt sepse zgjedhjet janë shumë afër. Jo vetëm degët, por lista e deputetëve duhet të ndryshohet rrënjësisht, duke reflektuar kështu kërkesat e elektoratit dhe jo nevojat individuale të njerëzve për me pas një vend pune në kuvend. Ata pra me një fjalë duhet ta ringjallin kredibilitetin e partisë, ta rivendosin meritokracinë, atë sa është e mundshme dhe të krijojnë një dinamik të re strategjike, me qëllim të vetëm që opozitën me shliru nga apatia dhe për me përgatit një front të madh për rrëzimin e qeverisë më të dështuar, më autoritare dhe më mafioze që ka pasur Kosova, pra regjimin e Albin Kurtit dhe grupit të tij të kriminalëve politik. PDK tani e ka rastin të rikthehet në forcë racionale të shpresës, në boshtin që rikthen balancën demokratike dhe në motorin e alternativës së re të shtetit. Pra, faleminderit Mebli për dorëheqjen, më mirë vonë se kur. Tash ec me axhin në heshtje të shtëpia se historia nuk do të ketë vend për dështimet e tua që disa në parti fatkeqësisht i kuptuan dhe i pranuan me vonesë në krahasim me disa prej nesh. Urime PDK, ecim drejt shpejt rrëzimit të regjimit mafioz të Albin Kurtit.